besoj që ka njerë nuk dhe njeri këto dhe ku drejtohet, unë nuk kje dhe derë ku me shku. Është shqetësuese qysh barazohet sa shumë puna e fatit zhdukurve shqiptar me fatin e zhdukurve serb. Para 7-8 vite ka qenë polici e jona që ka mbledh për krime lufte dhana, edhe na gjithmonë t'u aludun ato që e kanë marrë seriozisht edhe lëshod një flet arrest, se unë menoj që ata dhe e hinë e dalin këto, qa që më ka u besimi në institucionet tona. Edhe kur sen nuk është lajmëru, nuk është njoftu po menoj te na që me rastin e juve që është dhanë emri mbi emri, ku ka jetu, çka ka thonë, krejt janë. Po, nuk di. Besoj që ka njerë nuk dhe njeri këto dhe ku drejtohet, unë nuk kje dhe derë ku me shku. Sot, në baza, po e thëmë mujore, po dhe vjetore në Bruxelles, ka takime për të pagjeturit. Është një pazar politik. Informatat, shkëmbimi informatat. Ç'është shpjegon? Veç kur t'ju duhet këtyne, është pazare, është gjithçka. Baba em është kryetari i shoqatës për zhdukur në Ferizaj, edhe merr pjesë në për komisione, në për mbledhje. Është shqetësuese qysh barazohet sa shumë puna e fatit zhdukurve shqiptar me fatin e zhdukurve serb. Është përkeqardhje, mena tu e ditë sakt çka ka ndodhur, çdo fëmijë e plak e i ri e din çka ka ndodhur këto. Edhe është komplet dëshpëruese. Ata sa pak edhe po kërkojnë sa shumë drejtësi. E na ku? Nuk jam pak. Kish dashur me qenë kusht. Kushti i parë. Puna e të pagjeturve. Nuk di, unë po menoj që edhe familjarët janë dorëzu. Edhe presin veç me gjetë një ash tyre me ditë ku prehet edhe asë një gjatë tjetër.